minatorët e Spaqit kanë dalë sot në protestë para Kuventit të Shqipërisë, duke kërkuar rritje të pensioneve, kushte më të mira pune dhe paka të drejta. Është kot atje në miner. Protestuesit kërkojnë njohjen zyrtare të sindikatës që kanë krijuar vetë dhe nënshkrimin e një kontrate kolektive, dokument që sipas tyre do të garantojë siguri në punë dhe respekt për mundjen e nëntokës. Minatorët e Spaqit! Minatorët e Spaqit! Ju keni një shprehje kur dilni nga minjera. Ju thoni, shqyqyr që dolëm shtosh. Kontrolli lartë shtetit na thonë që 1 miliard euro, jo 1 miliard lek, po 1 miliard euro vidhen dhe shpërdorohen çdo vit nga kjo qeveri dhe me mira iki shqiptarët e me gjithë se jemi më pak, prap nuk ka vende pune për ata që duan të punojnë. Çështja e pensioneve lidhet fort me nivelin e pagave. Prej 17 ditësh ata janë në grevë, por kompania turke TT Albania ende nuk ka reaguar ndaj kërkesave të tyre. Unë dua të falenderoj kryetarin këtu për bashkëpunimin që kemi pas dhe dua t'ju siguroj që për sa i përket statusit minatorit që unë e kam dorëzuar si propozim ligjor do i shkoj deri në fund. Për sa i përket protestës minatorëve në Spaq që jo vetëm unë, po një grup deputetësh e kanë mbështetur, neve do i shkojmë deri në fund. Sot do i kërkojmë ministres ekonomisë që të presë një përfaqësi të deputetëve dhe do kërkojmë edhe një herë ligjin për statusin e minatorit për t'i mbështetur këtë grup që është grupi më i persekutuar dhe më pak i vlerësuar. Ata paralajmërojnë se protesta do të përshkallëzohet nëse zëri i tyre nuk dëgjohet.